Regjia, kemi një video? Katolik dhe ortodoks. Mi të gjitha vëllezën shqiptar. Hapen portat zemrave. Popullin kalojnë të lirë e të gëzojnë atë që i lishon zemra ti. Kjo që një provë, që një provë fort për me vërtetuse sa e thellë është dashnia e Zotit tek krijesat e veta. Musliman. Këtë video na e ke dërguar ju, na e keni dërguar. Është një video historike, Hafiz Sabri Koçi Ndjer, që ishte dhe kryetari i parë i Bashkisë Islame në Shqipëri pas rënies komunizmit, sepse ky është takimi i parë publik që është rihapja e xhamisë Plumbit në Shkodër, por takimi i parë i lirisë fetare në Shqipëri pas rënies, domethënë komunizmi s'kishte rënë akoma, ta njerëzit që kanë dalë, jemi në 1990-ën. Hafiz Sabri Koçi kishte qenë një klerik para se të mbylleshin fotoja historike, kishte qenë një klerik para se të mbyllej në vitin 67 kishat dhe xhamiat në Shqipëri, dhe pastaj ishte burgosur, dhe pastaj ishte liruar dhe kishte qenë i persekutuar politik, dhe ky është momenti, pra pas 20 e kusur vitesh, në cilën rifillon liria fetare në Shqipëri. Është një nga ato momentet e pakta historike në cilët të gjithë janë bashkë. Dhe fjalët e Hafiz Sabri Koçit, i cili i drejtohet popullit shqiptar, të gjithë vëllezër, pa dallim nëse janë musliman, katolik apo ortodoks, në Shkodër, një qytet historik për nga përkatësia fetare dhe nga historia e besimit fetar, është një simbolik shumë e fortë e shqiptarizmës. Pra, sa e fortë është lidhur çështja shqiptare me çështjet e lirisë fetare. Kjo është një dëshmi historike, e cilën ne duhet ta ruajmë dhe t'ja transmetojmë brezave që vinë. Dhe jo rastësisht unë mendova që në këtë emision kaq delikat ta fillonim me këtë video që njerëzve që nuk e dinë Kosovë, por edhe në diasporë, se në Shqipëri ka një pjesë, një numër të madh njerëzve që e dinë, t'i rikujtojmë këtë video. Unë, kur kam qenë kryetari i besimeve fetare në qeverinë shqiptare para 21 vjetësh, i kam patur ndërmend duke lexuar shumë për veprimtarinë dhe duke patur dokumentat në zyrë të veprimtarisë së Hafiz Sabri Koçit si bashkëthemeluesi i bashkëjetesës fetare dhe i lirisë fetare në Shqipëri,